Në Kosovë vazhdon njehona e marrëveshjes së djeshme për përfaqësimin e Kosovës në forumet rajonale. Opozita këtë e shes si kompromis në dëm të shtetësisë së Kosovës, ndërsa qeveria dhe diplomatët perëndimor thanë se ky pajtim ishte zgjidhja më e mirë e mundshme e cila i siguron Kosovës përfaqësim të barabartë dhe përshpejtim të rrugës evropiane. Kryeministri i Kosovës, Hashim Thaçi, tha pak pas arritjes së marrëveshjes se nuk do të pranonte asnjë marrëveshje që nuk e fuqizon shtetësinë e Kosovës. Kosova ka qenë republik edhe dje. Kur në këtë forum rajonal është përfaqësuar nga UNMIK-u dhe me mbishkrimin 9-12-24 dhe do të vazhdoj të jetë republik edhe sot. Kur do të përfaqësohet tani e tutje nga sot nga institucionet e Kosovës, nga njerëzit e zgjedhur, por dallimi është se UNMIK-u nuk do të jetë në tavolinën ku është Kosova, do të jenë përfaqësuesit e institucioneve legjitime të Republikës së Kosovës. Nuk do të jetë UNMIK-u, por do të kemi fusnot të balancuar që e prezanton opinionin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për deklaratën e 17 shkurtit, deklaratën e Kosovës e pavarur dhe sovrane të vitit 2008. Në Beograd thonë ndryshe, shefi i delegacionit të Serbisë Borislav Stefanović ka deklaruar se Serbia nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës, por përkundrazi i ka dhënë jetë rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Ai u tha mjeteve serbe të informimit se kjo marrëveshje nuk është e përkohshme dhe shënimi në emrin e Kosovës nuk do të shkrihet siç ka thënë shefja delegacionit të Kosovës Edita Tahiri. Znate, ako neko misli da će da se istopi fusnota, jako se vara. I ako već koriste zimske metafore. Nëse dikush mendon se shënimi do të shkrihet mashtrohet fort, dhe nëse po përdoren metafora dimrore, atëherë më duhet të them se dimri i pakënaqësisë së tyre nuk do të kaloj, sepse ky shënim nuk do të skadoj, tha Borislav Stefanović, duke nënvizuar se gabohen ata që mendojnë se kjo marrëveshje do të shtojë njohjet për pavarësinë e Kosovës, të cilën Serbia vazhdon ta kundërshtojë. Kundërshtarët e marrëveshjes në Kosovë thonë se ajo e dëmton shtetësinë e Kosovës. Lëvizja Vetëvendosje ka paralajmëruar protestë për të hënën kundër marrëveshjes që sipas udhëhecit të saj Albin Kurti e bën Kosovën me status të papërcaktuar. Kjo lëvizje ka filluar aksionin e mbledhjes së 10.000 nënshkrimeve të qytetarëve për ta hedhur në debat parlamentar këtë çështje. Ky aksion pasoi refuzimin e partive tjera opozitare për të mbështetur nismën e vetëvendosjes për debat parlamentar. Kryeministri Thaçi tha se Kosova përfiton nga kjo marrëveshje. Dhe nuk po flas këtu vetëm për liberalizimin e vizave apo marrëveshjen tregtare, por për një proces të ri, procesin e stabilizim asociimit, që është hapi parë zyrtar në procesin e antarësimit të shtetit e Kosovës në familjen e madhe evropiane. Por analisti Shpend Kursani nga Instituti Kipret thot se përfitimet janë të pakta në krahasim me kompromisin i cili ishte i panevojshëm për. Lidhja marrëdhënieve kontraktale me BE nuk mund të bëhet pa u njohur nga 5 shtetet e BE-s. Atëherë nëse 5 shtetet e BE-s nuk njohin si Republikë e Kosovës, mund të bësh sa dush kompromise, ato nuk të njohin. Edhe tash shtrohet pyetja sa mund të njohin ato si me rezolutën e 244. Ato mund, këtu është ajo dilema. Nëse të njeh me këtë fusnot, dhe nëse ratifikohen në parlament marrëdhënie, për shembull nëse nesër Spanja nënshkruan marrëdhënie një kontratë bën me Kosovën dhe nënshkruan, atëra bën që në mënyrë indirekte e kanë njohur Kosovën, po është pyetja se a do ta bëj Spanja atë. Tash këtu do duhet ndërlidhem te ajo se Kosova ka bërë këtë kompromis pa marrë garanca se Spanja dhe 4 shtete tjera do ta njohin. Marrëveshja ndërkaq është mbështetur nga diplomacia perëndimore në Prishtinë, e cila vlerësoi se në këtë mënyrë Kosova është afruar më shumë me integrimet evropiane. Sot përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian Samuel Zhbogar tha nëpërmjet një komunikate se Bashkimi Evropian beson fuqishëm se kjo marrëveshje është e mirë për Kosovën, për përparimin e saj dhe për të ardhmen e saj evropiane.
Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.